Mendoj se në ngjoj Filkovi deri tash. Të dashur student, të nderuar qytetar, kjo protest nuk duhet të ndodhte kurrë. Nuk duhet as të mendoj që në vitin 2026 studentët të dilnin në rrugë për gjuhën e tyre. Por ja ku jemi. Por studentët, Filko, do të jemi drejtë. Por para se të jemi student, para se të jemi profesionist, ne jemi shqiptar. Dhe kur preket gjua, preket vetë themeli. Gjua në Shqipëri nuk është vetëm mënyra si flasim, është mënyra si ekzistojmë, mënyra si kemi mbjetëuar, qëndruar e si kemi ardhur deri këtu. Si është të fishta, gjua Shqipe, sa e mirë, sa e ëmbël, sa e lirë. Kjo është gjua jonë, kjo është identiteti ynë, Shqipja, kurse si nuk negociojnë. Ne jemi studentë të drejtësisë, ne jemi ata që nesër do të ndrojmë ligjin, por sot jemi detyruar të dalim këtu për të kërkuar diçka që lidhi tashmë e një. Të drejtën për të përdorur gjuhën tonë anëtare. A është kjo shumë? A është kjo kërkeset e pruar? Kjo është minimumi, baza, digniteti. Sepse një shtet që nuk zbaton të drejtat e veta që i ka shkruar, nuk është i fortë, është i prisht. Nuk kërkojmë favore, kërkojmë barazi. Dhe le të jetë qartë për të gjithë. Ne nuk jemi kundër asnjërit. Do shta i fillojmë. Ne jemi këtu për veten tonë, për gjuhën tonë, për të ardhmen tonë. Mandela thoshte, të flasësh me dikën në gjuhën e tij, do të thotë të flasësh në zemër. Prandaj, sot ne kërkojmë që shteti të na flet në zemër, në gjuhën tonë, në shqip. Sepse gjuha është historia, është gjak, është kujtesa. Dhe një popull që detyrohet të kërkojë gjuhën e vet, nuk ka problem gjuhe, ka problem drejtësie. Sot jemi këtu të qetë, të vendosur, të bashkuar. Do shte edhe aq qetë, po? Nuk do lejmë që Shqipja të trajtohet si opcion, sepse Shqipja nuk është opcion, Shqipja është identitet. Sot, nga ky shesh, nga ky zë i përbashkët, ne po themi një gjë shumë të thjeshtë. Nuk ka shtet të së drejtës pa respekt për gjuhën, nuk ka barazi pa shqipe, nuk ka të ardhme pa shqipe. Dhe ne jemi këtu për këtë, jo për sot, po për nesër, për të gjitha ata që do të vinë pas nesh, sepse ne jemi brezi që nuk esh, ne jemi brezi që nuk dorëzohet, ne jemi brezi që mbron dhe flet shqip. Kjo nuk është vetëm betejë jonë, është amaneti atyre para nesh, dhe përgjegjësia ndaj atyre që do vinë pas nesh. Le ta dëgjojmë të gjithë.
Ne nuk do të rriqemi, nuk do lodhemi, nuk do ndalemi, derisa e drejta të bëhet realitet. Shqipja nuk negociohet. Një mesazh për Fukovin. Para 3 muajve dorëzova këtë peticionin, ta dorëzoj edhe një herë sot, ndoshta do pajtohesh kësaj radhe. Të nderuar të pranishëm, të dashur kolegë, profesor, shumë të dashur qytetar dhe ju të nderuara media. Unë jam Besar Sejdiu, kryetari i Parlamentit Studentor të Universitetit Nën Tereza në Shkup. Më lejoni që fillimisht t'ju falenderoj që nuk na lët vetëm në këtë kaos për gjuhën shqipe. Atë që na e lanë amanet të parët tonë dhe ne që do të alëm amanet fëmijëve tonë. Nuk dua të zgjatem, sepse tashmë vetë se kemi shpjeguar se pse jemi bërë bashkë 3 unione studentore shqiptare. Kërkesa jonë është e thjeshtë. Respektoni kushtetutën dhe ligjin. As më shumë, as më pak. Gjua shqipe zyrtare. Kolegët tonë kanë të drejtë të japin provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Pikë. Çdo zbaritje është përpjekje për të na mohuar një të drejtë që është na mohuar prej shumë vitesh. Gjua shqipe zyrtare nuk negociohet. Ne këtu do jemi dhe ju zbatoni kushtetutën dhe ligjin. Faleminderit edhe një herë. Të dashur student, të nderuar qytetar dhe ju të dashur të ri, të nderuar kolegë dhe bashkëpunëtor. Unë jam Besjan Rexhepi, kryetari i Parlamentit Studentor pranë UEL-s. Sot jemi këtu, jo si individ të ndarë, por si një zë i përbashkët studentor që kërkon të drejtën e tij legjitime dhe të arsyeshme. Kjo nuk është një protest kundër askujt, por një thirrje për drejtësi, barazi dhe respekt ndaj procesit ton akademik dhe profesional. Kërkesa jonë është e qartë dhe konkrete, mundësia që provimi i jurisprudencës të jetë në gjuhën shqipe dhe të cilën kemi studiuar. Kjo nuk është kërkesë emocionale, por një çështje parimore. Në një shtet multietnik si Maqedonia e Veriut kemi nevojë për zgjedhje të qarta, të plota dhe të qëndrueshme ligjore, që respektojnë realitetin shoqëror dhe diversitetin e këtij vendi. Prandaj,
reflektimi për të gjithë faktorët institucional dhe politik. Ki është një mesazh i drejt për drejt për Ministrin e Drejtësisë, Zotri Filko. Që të marrë seriozisht këtë çështje dhe të reflektoj me zgjidhje konkrete ligjore, jo me vonesa apo heshke institucionale e deri në injorim të kërkesave tona. Sepse ne dim edhe të rebelohemi. Po ashtu është një thirrje për kryeministrin Kristian Mickoski. Që të mos e trajtoj këtë çështje vetëm në kuadër të deklaratave apo konferencave për shtyp, por të angazhohet për zgjidhje reale. Ne nuk kërkojmë asgjë më shumë se të drejtën tonë. Këtë duhet ta kuptoj edhe secili politikan shqiptar. Ne kërkojmë zgjidhje, jo justifikime. Ne kërkojmë veprim, jo interpretim. Dhe mbi të gjitha kjo lëvizje mbetet ajo që është në thelb, studentore, paqësore dhe e pastër. Ja ku është sot e dëshmoj. Faleminderit të gjithëve që jeni këtu. Zëri i studentëve sot qartë duket me këtë prezencë kaq madhështore. Faleminderit. Student të dashur, ju të pranishëm që përkrahët kauzën tonë dhe qëndruat stoik krah studentëve. Ju drejtojmë sot me një zë të fuqishëm se e drejta jo nuk guxon të shkelet. Sot nuk jam këtu vetëm për të folur, jam këtu për t'ju pyetur. Çka duhet të bëjmë dhe si duhet vepruar që ligji për përdorim të gjuhëve të jetë i respektuar dhe i zbatuar. Ligjet nuk prodhojnë obligime vetëm për qytetarët, por edhe për institucionet shtetërore. Dhe ky ligj flet qartë. Nuk kërkon as ndryshime, as harmonizime, e as iniciativa të reja. Kërkon vetëm vullnet për ta zbatuar ashtu siç është. Kërkesa jonë është e thjeshtë. Zbatojeni ligjin, asgjë më shumë, asgjë më pak. Mos na i kufizoni të drejtat e fituara, mos na i mohoni të drejtat tona të garantuara me ligj. Sot nuk jemi këtu rastisht. Sot jemi këtu sepse jemi lodhur duke trokitur në përdyrë të mbyllura. Mos na nënvlerësoni, mos na injoroni, mund t'ju dukemi të rinj, po e ardhmja është në duart tona. Ju falenderoj gjithëve të pranishme, të gjithë studentëve të cilët e ndjejnë këtë kauzë në lëkurën e tyre, të gjithë profesorëve që na ofruan mbështetjen e tyre dhe shpresoj që kjo protestë të jetë shenjë reflektimi ndaj revoltës tonë. Filko, shpresoj të mos shihemi prapë. Falenderoj shumë edhe një herë gjithëve, falenderoj studentëve. E shihni, një orë ndajtëm për ta ngritur zërin. Edhe s'ka qare për me në gjuki. Filko
Ndoshta Afrikën e s'ka ardhë. Këne informacione, ka ardhë sot, a o mrenda? Stroj. Filkov, ligji flet qartë, ligji flet shqip. Gjua shqipa është gjuhë zyrtare. Dhe du të respektoni. Edhe një po të themi, mos takomi prapë këtu. Respekto ligjin, bëjë provimin në shqip. Një falenderim për të gjitha ata që pranuan prapas skenave. Mevlani i thanë ministrit mos takomi prap, për nëse e ka dëshirë prap i vinë këtu. Shpresojmë që ministri të reflektoj, sepse çdo ditë na ka këtu para Ministrisë së Drejtësisë. Faleminderit. Dashur student, dashur profesor, të gjithë që keni ardhur sot këtu krah neve, ju falenderoj shumë që ndajtët një orë të vini këtu, se shoh edhe profesoreshët e mia të elit atje. Më të mirë atjeni, edhe në Terezë se jam sigurt se janë dikundi. Profesoresha, nuk na gjumë për e 2 vjetë, tash s'ka qare. Për studentët e të tovës që keni ardhur në transport, autobusat në presin të Holocaustit që është aty të uragurit, në të majtë i bjerë. Unë jam Ertan Shakiri, person me nevojat veçanta. I baj thirrje Bekim Salit, ati Zavens kryeministrit dhe në të agresorin dhe le t'im shoj askallit ati, sepse kjo rini e votoj ata dhe sot duhet ajt boje gjithë shka për shqiptarat. Faleminderit shumë. Një falenderim me diumëve që